Lezhë dhe Tirana u tronditën rënd nga dy atentatet njëpasnjëshme të cilat kanë rikthyer në vëmendje konfliktet e ashpra mes grupeve kriminale që prej vitesh e kanë kthyer vendin në një arenë të përgjakshme. Mes ditën e 17 prillit 2025, Gjovalin Prendi, i ati Rohan Brahimajt i njohur gjithashtu si Rohan Brahimi, u ekzekutua para lokalit të tij në Lezhë. Autorët ende të pa identifikuar vepruan me saktësi dhe shpejtësi, duke i qelluar me armëzjarri në krah orë dhe duke e lënë të pajet në vend. Gjovalin Prendi ishte babai i Rohan Brahimajt, një personazh me histori të rëndë kriminale, i ekzekutuar në një atentat mafioz në Athinë më 9 maj 2024, vetëm 3 deri në 4 orë pas këtij atentati në Lundër të Tiranës. Një tjetër atentat, këtë herë ndaj bashkëshortes së Rohan Brahimajt, u kthye në një tragjedi duke plagosur rënd 4 persona, mes të cilëve edhe 2 të mitur. Ky incident është një tregues i frikshëm i luftës së pamëshirshme mes grupeve rivale dhe pa aftësisë së autoriteteve për të parandaluar hakmarrjet zinxhir. Rohan Brahimaj, figura qendrore e kësaj sage kriminale, kishte një histori të pasur me konflikte të dhunshme dhe akuza për përfshirje në disa nga ngjarjet më të rënda kriminale në Shqipëri. Ai kishte lidhje të forta armiqësie me Ervis Martinajn dhe dyshohej se ishte pjesë e atentateve që kanë tronditur vendin vitet e fundit, si ato ndaj ylli Ibrahimit, Klisman Preçit dhe Brillant Martinajt. Atentati ndaj bashkëshortes dhe vrasja e babait të tij tregojnë se pasojat e konflikteve kriminale të Rohan Brahimajt vazhdojnë edhe pas vdekjes së tij, duke vënë në rrezik jetën e familjarëve dhe duke përfshirë njerëz të pafajshëm në një cikël hakmarrjesh që duket pafund. Këto ngjarje duhet të shërbejnë si alarm për autoritetet ligjzbatuese që të ndërhyjnë me vendosmëri dhe të ndalin këtë spirale të dhunës që po merr jetë njerëzish të pafajshëm dhe po mban peng sigurinë publike në Shqipëri.